Një emigrant shqiptar në Greqi është bërë ero pasi ka shpëtuar nga mbytyja 2 adoleshentë që kishin hyrë për t'u larë në lumin e Arakthos. 2 djemtë e mitur 14 dhe 15 vjeç u nxorën nga lumi i Arakthos mesditën e së mërkurës nga Ledian Goga, i cili nuk e mendoi 2 herë që të zhytej për t'i shpëtuar. Ata tashmë po trajtohen të intubuar, ndërsa Lediani nga qyteti i Dimalit ka përshkruar në lotat se çfarë ndodhi. Njëri është në të njëjtën moshë me vajzën time, ata erdhën dhe thanë ndim, po pija kafe. Dëgjova fjalën ndim dhe ipa në makinë. Ata më thanë ndim, 2 fëmijë po mbyten dhe unë erdha. Hyra brenda, nxora njërin dhe pastaj më thanë se ishte edhe një tjetër. Shkova ta gjeja, u zhyta dhe nuk e gjeta. Pastaj kërceva nga varka, ishte shumë e thellë, 5 ose 6 metra. E pash fëmijën të shtrirë, e kapa dhe me forcë më duhet ta nxirja që të merrte frym, tha Lediani për median lokale ART TV. Teksa shprehet se shpreson që fëmijët të jetojnë, Lediani vetë një baba shtoi se nuk ezitoi për asnjë moment të vraponte për të ndihmuar. Ne të gjithë bëjmë një përpjekje së bashku, asgjë tjetër, mendoj vetëm për fëmijët, dhe tani fëmijët e mi po qajnë, duhet të shkojnë në shtëpi, për zotin fëmijë janë. Unë jam i huaj, bëra mirë, nuk më intereson se çfarë kombësie janë. Shpresoj që fëmijët të jetojnë, të gjithë bëjmë një përpjekje së bashku, zoti na ndihmoft, qoftë me ta për t'i ndihmuar të zgjohen dhe të jetojnë jetën e tyre, shtoi ai. Nga ana e tij, zëvendëskryetari i Bashkisë për Mbrojtjen Civile, Varilis Gjorgjos, deklaroi: "Kemi 4 të rinj që po notonin në lum, 2 prej të cilëve hasën probleme. Qytetarët i shpëtuan ata para se të mbërrinte zjarrfiksja dhe u dërguan në spital në gjendje të rëndë. Lumi është gjithmonë i rrezikshëm dhe kërkojnë kujdes", shtoi ai. 2 djemtë u transportuan në spitalin e përgjithshëm të qytetit të Patrës. Sipas informacioneve, skanimet treguan edem të gjerë cerebrale dhe ujë në mushkëri, ndërsa për njërin prej tyre u konstatua edhe një frakturë në qafë. Sipas informacioneve, ata qëndruan në ujë për të paktën 20 minuta dhe CPR-i u krye për të paktën 30 minuta. Mungesa e oksigjenit për gjithë këtë kohë është një faktor jashtëzakonisht rëndues për shëndetin e tyre. Sidoqoftë, mjekët do të monitorojnë vazhdimisht gjendjen e 2 të rinjve për 48 orët e ardhshme, gjë që do të jetë vendimtare për prognozën e shëndetit të tyre.